disa fjalë t'ju them lidhe me temën, pra para 2-3 javë më kanë lutë 2 vllazën xhamatit tonë me fol për temën si edhe si lypet musi në xhami, ose si lypet marrë në xhami, se para tyne janë falë disa persona trista u ka dalë ke shpina jashtë. Edhe kur del shpina dhe mos thasë dhe çka tjetër, atë ku me këshyraj që falet mas teje. Jetë me pak kujdes. Ose ka parasi që i ka ndarë prej baushtetet, u kuptoj kush punon, po lypet me i pa do këpuc tjera. Ose me beton, ose me dhej. Krejt dhe na beson atje, atër thonë hoq nuk o xhamia pastër. Lypet me pak kujdes vllazë. Kur vesh ose pastroj, ose merr edhe i parë këpuc tjera, pa hy në xhami i ndërron. Se për ndryshe me zhy xhamin në xhinaf. Ajo shtëpia e Zotit, ne kemi me bosh me pas kujdes me ruaj. Dhe kur vesh në xhami, munoj me i pa do tesha të pastra edhe më të bukura bile bar xhuman edhe për bajram kur vi. E lexova një ajet Kuranit ku thot Allah xhaleshanu thot o bita Ademit, vishën i bukur për çdo namaz lutje kur shkoni në xhami. Vishën i mas bukur. Si me da me shku te personi më i njoftur në botë. As mundet mu krahasua, dalim para Allahut. Kjo është shtëpia e Allahut, këtë lyhet me ardh njeriu i përgatitur, me sjell me ardh. Por si me ardh? Me ardh me shfrytëzua. Atje thot vllazën kush vjen thot. Në kohën e parë e fiton si me e paprej devën atë ditë e me da sadak. Kush vjen në kohën e dytë domethënë, si me e paprej një lopra. Kush vjen në kohën e tretë si me paprej një dash. Kush vjen në kohën e katërt si me paprej një gjen. Kush vjen në kohën e pesë, domethënë aty afër kohët që po vëhet kohë e faljes, si me e pa dhënë nivoje me e dhënë sadak. E kur imami hypet në hutbe, me lasje thot vinë e rrinë edhe heshtin e pshilin të fteri nuk shkrujnë ma. Pra atër nuk ka ma, domethënë, për ata kush ka mundësi me ardhë ma herit, këta që janë pensioner, që janë shnosh, sa me ne atjen kafe me bo muhabet, sa me ta jashte me qatë rasa për politike të janë atyra, hibat së mrejnë e lutju Zotit. Bo doj dua, sot ka nevoj umeti për dua tona. Keme dhe na nevoj, bile vetë një gjana ka met sot. Veç një lutë Zotit, o Zot na dimo. Na dzirë prej kësaj situate, se shumë situatë shtidhjemi. Me të vërtet jemi situatë. Por Allahu është ai që mundet me na dzirë në qose e meritojmë na. Por libet me dzirë, bar një herë në javë. Nuk kem ko tjera ditve, një herë në javë vllazën më ardhë. E atë ditë mos me bo gabime. Mos me hi gjinaf, por më ardhë këtu me shfrytëzua e me lutë Zotit me na dimo inshallah. Tjetër se që ka është me rëndësi është që kur du me shku në xhami, mos me hangër gjana që vjenera. Mos me hangër hudrat bardha që apo di vetë sjepe këse gjana muruj. Po në që ose dikuj i vjenera në goj, me pastrua, dhe thonë dhamet me pastrua, dhe me isoj erna, me ardhë që kur falet dikush buste, mu falë me knashësi. Pse vinë të Allahu, vinë shpitë Zotit, nuk kudzojmë kuj me i pangua në që ose dikush aty falet. Kur vim xhami vllazën, që me rëndësi gjithashtu, kur him, me him me kom djatë. Besom një isho dhe pleq me kom djatë ben me kom shmakfi. Faj, subhanallah. Po ishin herë kem thonë, xhami hiet me kom djatë me bismillah dhe bjesalevat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Denet me kom të majt prej xhamiet. Edhe prap bën duaj lutet Zotit xheleshanu. Kini kujdes, dalin ty për muhabet, as di me cilë kom ka dalë. Lyet me pak kujdes në xhami, pse me fit, vetë se vapi po fiton në xhinaf, nuk praktikon sunetin e pejgamberit, nuk kushton kur xham. Vetëm se lypet me pak kujdes, domethënë edhe me ditë se ke ardhur në xhamin shpirt Zotit prap. Tjetër që është me rëndësi që të pejgamberi e si kur ta dishin thot pejgamberi e njerëzit, çfarë vleftet ka e zani, çfarë vleftet ka safi i parë, çfarë vleftet ka me bë mundësinë. Kin me si thot si short thiri mos me kanë çdo ditë njëjti po mundrua. Ne nuk i shfrytëzojmë, me nxorë zeni muezin me bën muezin dhe ni don den gjysë la për gjysë shkon. Subhanallah. Thaç pak përpara në gjun e vllazërit tu. Besoni ma rregull ka pa në xhamia përpara. Edhe pse ka qenë koha që kanë qenë kundër besimit e komunistëve, por rregull në xhami ka pa ma rregull se sot. Sot falen ma shumë, po s'ka rregull. Si një ushtri që s'ka komandanta, s'ka kurkans, bën kush ka don, aty s'ka hajër. Munoni me bën rregull në xhami. Kjo është shtëpia e Zotit, tu ka rregulla. Pra dihet si hihet, dihet si delet, dihet si sillen në xhami, e jo mos sill kush ka don, nuk bën. Ky është Islam, është fe që ka rregullat veta. Lut me respektuar ato, nëse nuk e respektoj, edhe me shfrytëzojmë, ju lut Zotit hak na ndihmo. Jem situatë shumë vështirë. Kush i përcjell pak e ka pak logjik shëndosh,
E sheh se nuk është mirë, por Zoti është i madh, inshallah na ndihmon në nxjerr prej kësaj situate. Lutjet tona ka njerëz të mirë, ka njerëz që munohen, ama lype shumica me kanë atë rrugë dhe në drejtim vllazër. Nëse dikush e sheh se safi parë është shprehës, por nuk do m'ju përkuë njerëzve, nuk del thot dhe dal dikush përpara, i ka 2 sevap e fiton. Edhe për ata si mu pa falë safin e parë, edhe për ata që i s'do me i përkuë dikuj. Ka njerëz që i prej atje i vjen tap për këy njerëzve, edhe me njëherë del si falet del me njëherë. Lyet me pas kujdes, xhumaja i ka të vetat vllazën, lyet me pas kujdes në këto gjëra, mos me bën gabime, lypet safat me i plotësua, u interesua si me thonë me kanë rregull, jo me thonë mua po vendin tëm, nëse para ti ka safi i çpras del aty u plotësoj. Vllazën, xhumaja është një ditë e rëndësishme, është bajram për musliman, vesh në tesha më të bukura që dini, që i keni domethënë. Shkoni në xhami kush ka akun me shko më herët. E gjeni vend e lutet Zotit aty, bën dua për veti, për familje, për xhamat, për këtë umetit. Kem nevojë besoni për këto gjëra. E lut Allahu xheleshanu xhelelalu të na ndihmoj, që me të vërtet bar ditën e xhumë ta shfrytëzojmë maksimalisht, që Allahu të jetë razi me neve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe inshallah na i bën duat tona kabul. Neve dhe këtë umetit na ndihmoj që prej kësaj situate të vështirë të dalim faqe bardhë e të dalim me dimën e tij dhe të mbështetemi atij. Allahu na ndihmoft neve dhe këtë umetit prej Mashriqut Maghrib inshallah.